Në historinë e përgjakur të luftës për çlirimin e Kosovës, emrat e dëshmorëve janë shkruar me gjakun e tyre në ndërgjegjen kombëtare. Ndërta një emër rënqeth zemrën dhe trondit shpirtin. Është emri i një vajze të vogël që nuk i kishte ndarë ende lojrat e fëmijërisë nga ëndrat e saj për një të ardhme të bukur. Ajo është Njomza Lipaj, ushtarja më e re e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Vetëm 13 vjeçe kur ra dëshmore. Vetëm 13 vjeçe kur preku për jetësinë. Një fëmijë që duhej të ishte në shkollë, të mbante në dorë libra e lapsa, por që në vend të librave mori armën. Në vend të këngëve fëmijërore dëgjoi britmat e luftës. Dhe në vend të një jete të gjate të lumtur zgjodhi nderin, lavdin dhe amshimin. Para se të vazhdoj me këtë histori që do t'ju prek shpirtin, ju ftoj të bëni një gjë të vogël por me vlerë të madhe. Jepni një like kësaj videoje nëse e vlerësoni sakrificën e dëshmorëve tanë dhe abonohuni në Histori Epike për të mos humbur asnjë nga rrëfimet tona të fuqishme për historinë shqiptare. Mbështetja juaj është forca jonë. Temal, 12 shtator 1985. Në këtë fshat të vogël të komunës së Istogut në një familje të ndershme shqiptare vjen në jetë Njomza, vajza e Ramës dhe Zizës, e cila do të rritej me dashurinë e prindërve dhe me frymën e pastër të atë dashurisë. Fëmijëri e thjesht, por me ëndra të mëdha. Si shumë fëmijë të tjerë të asaj kohe, ajo ëndërronte të bëhej mjeke, të shpëtonte jetë, të shëronte plagë. Por historia kishte një rrugë tjetër për të. Kjo vajzë me sy që flisnin pa fjalë, me buzëqeshjen që mbulonte gjithë fytyrën e saj të pafajshme, por rritej në një kohë të egër, në një vend ku tymi i luftës po mbyste gjithçka. Kur UÇK-ja u bë shpresa e vetme e një populli të nënshtruar. Njomza nuk qëndroi pas. Ajo nuk donte vetëm të dëgjonte për luftën, ajo donte të bëhej pjesë e saj. Në shtëpinë e saj, luftëtarët e lirisë hynin e dilnin për të marrë bukë, ujë, pushim. Njomza, një fëmijë mes burrave me armë, i shikonte ata me admirim. Ata ishin heronjt e saj. Por më shumë se kaq, ajo i kishte zili. I kishte zili sepse mbanin armë, sepse kishin privilegjin e shenjtë, t'i dilnin zot Kosovës. Sikur të isha më e madhe, sikur të mundësha edhe unë, thoshte me vete Njomza. Por nuk e dinte se fati kishte vendosur ndryshe, se edhe pa qenë mjaftueshëm e madhe, ajo tashmë ishte bërë grua në shpirt. Zemra e saj rrihte me ritmin e flamurit kuqezi. Dhe e tërhiqte si magnet thirrja e lirisë. Por kishte një moment që ja ngjiti shpirtin përfundimisht me atë të luftës. Ishte rënja e kushërirës së saj, dëshmores Myrëvete Maksutaj, ushtare e UÇK-s që ra heroikisht në Pej në vjeshtën e vitit 1998. Ajo që kishte qenë mikesha e saj tani ishte kthyer në simbol, në frymëzim, në model. Njomza mori pjesë në ceremoninë e varrimit dhe i kishte thënë nënës së saj se po të binte si Myrëvetja nuk do t'i dhimbse jeta. Këto fjalë të thëna nga një 13 vjeçare kanë peshën e një betimi. Një betim që do të përmbushej shumë shpejt. Kur në janar të vitit 1999 u formua brigada 133 Adrian Krasniqi, edhe fshati Njomzës u përfshi në territorin që kontrollohej nga UÇK-ja. Në këtë brigad u rreshtuan plot anëtar të familjes Lipaj: Ylberi, Dema, Enveri, Blerimi, Fadili, Liridoni dhe Isa. Të gjithë djemtë kishin dalë në luftë
Në shtëpi kishin mbetur vetëm gratë, pleqt dhe fëmijët. Por njëra prej tyre nuk do të qëndronte më gjatë në hije. Në fillim të marsit 1999, Njomza mobilizohet zyrtarisht në UÇK. Kapelen e saj ja kishte prerë dhe qepur në Aziza. E veshur me uniform, me një buzëqeshje të ndrojtur por krenare, ajo fitoi më në fund epitetin që e kishte ëndërruar: ushtare e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Një vajzë që në sytë e shokëve të armës njihej me nofkën Sugaric, por që në shpirt ishte një mal i tërë. Ajo bëhet pjesëtare e policisë ushtarake të brigadës 133 dhe merr pjesë në stërvitjet në Studenicë. Edhe pse shtatin e kishte të njomë, vullnetin e kishte të pathyeshëm. Mësonte të përdorte automatikun, bombën e dorës dhe çdo mjet që do ta bënte më të zonjën për luftë. Vraponte, stërvitej, gëzohej kur arrinte diçka dhe i mahniste të gjithë me përkushtimin e saj. Askush nuk e shihte më si vajzën e vogël. Tani ajo ishte një bashkëluftëtare e barabartë, një ushtare e vërtet e lirisë. Por lufta nuk pyet për moshë, as për ëndra. Ajo merr gjithçka përpara. Më 13 prill 1999, në mëngjes, Njomza shkon bashkë me disa vajza të tjera për të marrë ushqim në shtëpinë e Haxhize Qirajt. Pa e ditur se forcat kriminale serbe kishin hyrë në fshatin Studenicë. Ajo kapet në befasi, pa luftë, pa krisma, pa armë në dorë, e pa fajshme, e pa mbrojtur, por serbët nuk kursyen as fëmijët. Së bashku me të masakrohen edhe Haxhiu, familjarët e tij dhe disa gra të tjera. Trupat e tyre u hodhën në një pus, krimi që tronditi ndërgjegjen e njerëzimit. Njomza Lipaj ra dëshmore, jo në front, por si viktim e egërsisë çnjerëzore të armikut. Ajo që kishte ëndërruar të bëj mjeke e që u bë ushtare përfundoi si dëshmore. Por jo çdo fund është humbje. Ajo fitoi përjetësinë. Më 26 qershor 1999, ajo u varros në fshatin e saj të lindjes. Pranë rrugës qëndron përmendorja e saj, prej mermeri, një monument për një shpirt të madh, për një vajzë që nuk e pa pranverën e jetës, por që mbolli liri për pranverat tona. Prindërit e saj e kanë ruajtur kujtimin e saj me dhëmbje e krenari. Në sirtarët e shtëpisë kanë reliktet e saj, jelekun e uniformës, një orë dore dhe një unaz që ja kishte dhuruar nënës për kujtim. Njomza nuk është më fizikisht, por ajo është në çdo frym që marrim të lirë. Në çdo hap që bëjmë pa frikë, në çdo flamur që valon krenar. Njomza Lipaj, emër që nuk shuhet, vajza që u bë simbol, dëshmorja më e re e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. A e dinit më parë historinë e Njomza Lipajt? Çfarë ndjesish ju la ky rrëfim? Shkruani mendimin tuaj në komente, sepse historia jeton përmes kujtimit dhe diskutimit ton të përbashkët. Mos harroni të shpërndani këtë video që bota të mos harroj kurrë se edhe fëmijët tanë luftuan për liri. Ne jemi histori epike, aty ku historia rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.